lirë ndonjëherë, aq e shumtuar, sa që mendon se asgjë nuk mund të të bëjë derman. Kështu ndihem unë këto ditë. Që nga flokët tek fytyra nuk më pëlqen asgjë. Ndonjëherë ma jep truri dhe them do iki të bëj ndonjë filler. Palbuzët, ndoshta çik botox, nuk e di. Por pastaj ndroj mendje edhe them do bëj diçka më natyrale, që ta shtyr edhe pak. Jo se ka ndonjë gjë të keqe për bërë filler, por që mendoj se mund ta shtyj edhe pak. Ndaj këtë javë kam vendosur që do bëj disa gjëra për veten time. Por sot do mundohem të bëj disa rezervime për trajtimet që dua të bëj, pra do rezervoj për flokët, do rezervoj për një trajtim fytyre, dua të bëj limfodrenazh, që pikët, vetullat, dua të bëj një super scrub trupi dhe pastaj të bëj self-toner. Okej, hajde se me fytyrën diçka bëm, por me flokët çfarë do bëj nuk e di. Kam veshur një këmish me viza që ja dhuroj një fund jeans të bardhë, valigjen time. Në këtë format është shumë e vështirë për të treguar outfitin. Ky është rezultati i flokëve, duken kështu. Kemi punuar pjesën e balukëve, edhe këtë pjesën nga brenda, që unë kam shumë fiksime dhe më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë kontrasti i theksuar që bëhet me bjonden edhe ngjyrën e errët. Unë doja akoma më bjonde, por Ola nuk më lejoi, e kemi lënë për në shtator për pak më bjonde, sepse po të shikoni këto janë flokë të kputura, që më janë kputur nga një lyerje e mëparshme, që bëra në një paruker tjetër. Gjithashtu kemi bërë edhe disa fije nga brenda. Edhe këtu gjithashtu kam fije të këputura, shumë madje, tani janë zgjatur sepse më janë këputur që në janar, ishin kaq të shkurtra, por si shikoni janë zgjatur. Më dëmtuan shumë atëre, edhe ende janë majat të dëmtuara, edhe pse i kam shkurtuar para 1-2 muajve, i kam çuar deri këtu diçka e tillë. Sot prapë kemi pastruar pak majat, por shumë pak sepse nuk duhet të shkurtoj më. Do i lë të rriten edhe pak, edhe do vazhdoj në këtë mënyrë, do i pres, por pa i prerë një herësh shumë. Pjesën e gjatësisë nuk e kemi prekur fare për të mos e ngarkuar me dekolorant. Me kismet nga shtatori, duke parë edhe gjendjen e flokëve, do vepojmë atëre. Si gjithmonë drita brenda në shtëpi nuk i nxjerr ngjyrat fiks, por janë edhe pak më të çelta. Tani do takoj shoqen time Ariolën edhe të shkojmë te protesta. Sa po jam kthyer nga protesta, hëngër me një akullore, një sweet treat. Ky është momenti fiks për të bërë një trajtim për këmbë. Kam këto të dyja për këmbët, sot mendoj se duhet ta nis me shkumën e Fitkal, kjo është për thëmbrat e çara. Unë në përgjithësi në verë vesh gjithmonë shapka, edhe jam një person që eci shumë. Thëmbrat i kam gjithmonë në gjendje skandaloze. Kështu që kjo nuk mungon asnjëherë. Është me ure 25%, acid hyaluronik dhe alantoin. Dhe vendos te këmbët, do le të përthihet pak, edhe pastaj vendos vesh çarape dhe mbaj gjithë natën. Të nesërmen janë goxha më të buta, edhe më të hidratuara. Kjo është në formë shkume. Është shumë vap për t'i mbajtur flokët poshtë. Po pres më thoni si ju duken. Ola gjithmonë kujdeset shumë që mos të dëmtoj flokët dhe të nxjerrë rezultatin më të mirë të mundshëm. Mirëmëngjes. Në 11 kam orar për një scrub trupi edhe masazh. Do shkoj bashkë me motrën, ajo do bëj një head spa. Kam bërë pak make-upin. Flokët janë të rregulluara që dje. Do vendosim pak vaj. Flokët më pëlqejnë më shumë se dje. Si këto bukur që duken këto brenda. Kam veshur këtë fustanin e bardhë, pasi të mbaroj me trajtimin e trupit, do shkoj në punë edhe
Diku nga pasditja do shkojmë për darkë pasi ka vaj ditëlindjen. Kto që ky do jetë outfiti i ditës. Mbrëm deri në 4:30 kam drejtësuar, kam parë një serial. Jam duke parë Criminal Minds. Ka shumë kohë që e kam nisur, po vazhdimisht e stopoj deri filloj. Edhe sot normalisht jam zgjuar vonë. Ora është 8:30, 9 pa në çerek, diçka e tillë. Në drek kam orarin për lifodrenazh. Është hera e parë që do bëj lifodrenazh. Para një muaji fillova dietën. Unë jam një trup shumë i vogël për të qenë 60 kg. Fillova edhe fasting, por edhe deficit kalorik njëkohësisht. Edhe arrita te 55-200. Sa disa ditë bëra një shkëputje nga fasting, por prap jam tek 55-500. Por shoh që kam nisi fryrje. Tani ashtu më duket mua sikur është fryrje, ndoshta edhe nuk është fryrje, por thjesht janë kilet edhe fakti që ka kohë që kam lënë palestrën. Këto CC Cream nga It Cosmetics. E di që për një moment ndoshta u trembët. Kaq ishte make-upi për sot, po shkoj të vishim dhe të iki. Nga Lolita, syzet, çantën e punës. Në skajit do të kemi në sezon. Jemi të prova e parë të fustanit Premier Lumière koleksionit të ri nga Armani. Ka një prerje shumë të bukur, shumë fine, edhe të thjeshtë, por njëkohësisht është dhe i veçantë. Detajet e kopsave e bëjnë akoma më të bukur. Është dopjo, nga fillimi deri në fund. Tek pjesa poshtë ne e kemi, pasi bëm provën e parë, vendosëm se do shtojmë edhe një astar mut për të siguruar që nuk do ketë transparencë. Gjithashtu, fustani ka edhe një body poshtë. Vitet pra fustani, ndërthehet body në mënyrë që trupi të ri i vendosur dhe mos të mblidhet fustani sipër. Kjo është pjesa mbrapa, ka po ashtu të njëjtin hap mbrapa. Stella është vajza që ka postë këtu, ajo do ta vesh për 5 minuta në celuret. Të kërkoj nëse mund të realizonim një çantë që ta ketë në të njëjtat ngjyra dhe në të njëjtin stil. Ne përshtatëm çantën Mizu të koleksionit Kodma. Ne kemi shkruar këtë detaj këtu, i cili përshtatet shumë, është në ngjyrë perlë, siç janë edhe perlat tek fustani, edhe përshtatet fiks me lukun e saj. Kam ardhur në shtëpi, shumë shpejt se zakonisht. Dreka është kjo, pilaf, qofte viçi edhe sallata. Mbrëm kam larë flokët edhe i kam lënë të thahen vetë, edhe fjeta gjumë. Nuk janë thara akoma, këtu janë akoma të njoma. Do vendos pak vaj dhe majat. Edhe do i kreh shumë shpejt. Krefja ime 5 minutë që mbaroi, duken kështu.
për 5 minuta kohë që i kam dhënë, janë shumë mirë. Sot ishte një ditë shumë e bukur, ishte pak chill, pak më ndryshe nga ditët e tjera që janë më të ngarkuara. Sot shkova në qendër tregtare për të marrë disa dhurata. Në një moment u dëgjua një zhurmë shumë e madhe. Një vajzë po hidhte parfumet poshtë, nuk e kuptuam saktë se çfarë ndodhi, por që ishte pak e çuditshme. Ky është momenti për të mbyllur vlogun. Uroj t'ju ketë pëlqyer. Shihemi në vlogun e radhës. Bye bye!